gjona. Me që hymë të kjo temë, cilë është qëndrimi i Kishës Katolike për tash të quajtur në lëvizje e Deçanit? Qëndrim na kena, si me thonën, ajo është parim, është mësim jonë. Lëvizje e Deçanit, më të thonë drejtën, edhe nuk kemi shumë hullësia si ka ardhur si u bon, për s'pak po flas nga perspektiva ime, nuk i njoh shumë, por ato çka atë sa ku mujtën ato pak kontakte që kom pas në asnjë mënyrë, domethënë na vetëm shkojmë deri te pika që na nuk guxojna me nxit për çarje, e sidomos urrejtje. Mos me urrejt askon. Me vlerësu besimin e secilit. Ata kryesisht kanë disa fenomene që po ndodhen tash në kohën e pas luftës, që është bën një reagim i tyre, shumë a pak në media ato që keni pa ju, e kanë thonë vetë, mos të bënon interpret e tyre. Mendoj se nuk duhet t'jetë një problem për shoqërinë, na kena shtet edhe nëse prekin diçka që dalin jashtë kornizave në jetën normale të lirisë qytetarëve, nuk për shoh, po më duket se është si problem i rriton ma shumë se sa realisht është. Po ka një lloj egzagjerimi edhe ndaj konvertimit si të tillë, kam përshtypjen, ka një lloj reagimi pak histerik të egzagjeruar. Natyrisht, edhe promovimi ndoshta i konvertimit është i egzagjeruar, por egzagjerimi shes sa në njërin anë, sa në anën tjetër. Radikalizmi shes herë në anën tjetër, herë në anën tjetër, por megjithatë ka një lloj kështu egzagjerimi edhe të reagimit në raport me konvertimet. Konvertimet gjithmonë kanë ekzistuar, qoftë nga njëra tek tjetra. Lëvizje ka pas, tek ne shqiptarët në pak që është e ma ndjeshme. Ne i dim, kena pas raporte familjare dhe rivuar. Një pjesë e madhe e popullit shqiptar nuk i ka ditë se shumë familje të popullit shqiptar, me një për musliman në publike, kanë jetu si katolik në familje. Deri ditëve tona. Edhe kjo bën me dije se nuk ka qenë bashkë një proces që e kanë pranu këtë me dëshira, apo me... Se nuk ka ndodhur kurrë me një kulturë botërore që për qefi dikush në rënë ato në shkasht. Ne kena pas, ne kena qenë pushtu, na të me pranu këto. Ne kena pas presione, kena pas me motivet ndryshme. Na përveç, do më thonë, në pushtimit otoman që ka qenë për shekuj tona, kena pas atër edhe një vazhdim të kësaj natyre që shqiptarë nuk kanë mujtë me shprej lirisht ato në shka janë. As si kam, as si fe. Po këtu ka qenë një motiv shtes. Pretendimet e 100 vjetëve të fundit kanë qenë që të shkputët radita lash 2000 vjeçare. Edhe kjo është, do më thonën, aty ku kena qenë ma të atakum, në forma ndryshme ma mizore, edhe shumë perfide. Jënë kanë detaljen ashta nuk mund të them, por qëllimi ka qenë në tonë shkputja nga historia lash, edhe më në paraqit si popull ardhacak, popull pa identitet, popull që nuk din as vetë shka don, as me ka është, as ku është. Edhe kjo është pak që e përjetu në një si rëndë. është një situatë e rëndë, që ne nuk mund të jemi indiferent, kush do tjetë në të mirës i gëzohëm edhe në skejt botës, por edhe sigurisht edhe keqa na shqetëson me ndodhe në fund botës, sidomos nëse ndodhe në popullin tonë. Unë mendoj personalisht që bindja fetare pa marrë parasysh krejt historisë si ka qenë, duhet të respektohet deri në maksimum. Por nga ana tjetër unë mendoj, jam thellë i bindur që dasit fetare nuk duhet të jetë pengesë, por duhet të dëshmojmë se si duhet të jetojmë bashkë. Edhe kena ditë me jetue, përpara që s'kena pas shtet, që në kanë kundra, e sot kër e kena marrë këtë liri, është një papërgjithësi nëse ne danë rrugët apo konfrontimet se nuk kena me mri asko, nuk me sjell as kujt mirë. Dhe me thonë, duhet me do e mos të gjejmë gjitha rrugët që na bashkojnë, bashkë të ballafaqohemi me sfidat që i kemi, edhe secili ta ruan privatësinë e vet ato çka don. Mirë, me që e rikuptimsuam në fund këtë që e nisëm në fillim, nuk dua të zgjerohem më shumë në këtë intervistë. Natyrisht ta kërkoj një video të një protagonisti të heshtun, protagonistët fakt e religjionit gjithmonë qëndrojnë të heshtur, dhe herojt më të mëdhenj të shoqërisë janë të heshtur, nuk janë ata që dalin çdo ditë në televizion. Është Dom Kelmen Spaçi,
prifti i Glloxhanit që është shuar këtë ditë, dhe unë dua ta mbyll këtë emision në kujtim të tij. Dhe një akti që edhe unë dhe Don Mikeli e shohim shumë të natyrshëm. Fakti dim që secili hoxh dhe secili prift do ta bënte në rrethanat e vitit 99. Po flas për momentin miq kur besimtarët, qoftë musliman, qoftë katolik, strehohen brenda kishës dhe prifti që nuk pranon t'i ndaj, të tërgoj para regjimit serb se kush janë musliman e kush katolik. Dhe shembullin tjetër kur komora e kishës përdoret për t'i treguar besimtarëve musliman se kur është iftari, kur si fyri në atë Ramazanin e vitit 99. Shembulli jashtëzakonshëm Don Mikel kur e sheh. Ndoshta neve si gjenerata na duket normal që e kemi përjetuar, por gjeneratat e ardhshme besoj këtë do ta kujtojnë kështu si ato legjendat që ne i flasim her pas here. Faleminderit Arben për këtë vërtet dje na erdhi një lajm kështu jo i hidhur largimi tim në moshë 3, 63 vite të mbushura. Me qenë se ku në fundit nuk ka qenë ashtu me shëndet ashtë mirë, si do që tjetë, ata që bëri Don Kelmendi shumë a pak e kanë banë gjithë prisat e Kosovës atë luftës në format ndryshme, por rrethona tilla ishin në vendin ku ishte ai manifestat më të thellë kështu të afër pejes, ishte situata tilla ashtu ku ai vërtet e ka kryer një mision të vetin, e ka dhe një familje patriotike që vjen dhe u munu thjesht, ato që e thash më herët, na nuk duhet pyet me çfarë feje ki, po çfarë nevoje ke. Dhe duke bashkëndje nevojat e qytetarëve, kushdo që të kenë qenë, në këtë rast kanë qenë vëllezërit tanë të besimit islam dhe e ka bën më të mirë të mundshëm ato çka ka mujtë, çka ka ditë, e ka bërë dhe ju ka letuar në ato rrethana, ju ka letuar se ka njerë është shumë ma frishme një gotu ujë në momente, se nështë një sofër e pasër, në